Valon Murati, ligjëruesi shkencave politike, ka komentuar zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Ai ka thënë se koalicioni mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani nuk ka qenë një koalicion interesi, ka qenë një martesë interesi. Të gjithë ne që e njohim rrugtimin qoftë të zoti Kurti, qoftë të zonjës Osmani, këtë e kemi ditur. Po ashtu e kemi ditur dhe kemi përcjell që nga fillimi që nuk ka pasur pajtueshmëri në këto 4-5 vite, ka thënë ai në TV Dukagjini. Murati ka shtuar se duke pasur parasysh se presidentja i ka kompetencat shumë të kufizuara, ajo e ka mbajtur anën e kryeministrit, por me shenja disa herë të mos pajtimeve të thella, dhe kam përshtytjen se në këto zhvillimet fundit, edhe në arenën ndërkombëtare, një izolim i gjatë i zotit Kurti në arenën ndërkombëtare është mbuluar nga zonja Osmani dhe ka qenë e vështirë edhe në analizat politike dhe debatet ta identifikosh, sepse mbrojtësit e kanë arsyetuar gjithmonë se atë pjesë po e mbulon presidentja. Vërtet, ne e dim që pak a shumë zoti Kurti i ka pasur të kufizuara raportet edhe vizitat në SBA, nuk është pritur askund me nivelin zyrtar atje, e të kufizuara i ka pasur për shkak të këtyre zhvillimeve edhe me BE-n, ka thënë ai në TV Dukagjini. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, reagoi përsëri ndaj spekulimeve në mediat sociale që pretendonin se ai kishte vdekur, ndërsa postoi këtë të martë një video të re, kësaj here me momentet e takimit të ambasadorit amerikan, Mike Huckabee. Huckabee i tha duke qeshur: "Presidenti Trump donte të sigurojë që ishit mirë", ndërsa Netanyahu ju përgjigj me buzëqeshje: "Po Mike, jam gjallë." Ai gjithashtu ironizoi teoritë që pretendonin se videot e tij të fundit ishin krijuar me inteligjencë artificiale. "Ne shtrëngojmë duart me 5 gishta në secilën dorë", tha Netanyahu. Gjatë takimit, Netanyahu tregoi një kartë me emrat e udhëheqësve të lartë iranian që Izraeli po i shënjestron. Ai tha se kishte fshirë 2 emra gjatë natës, Ali Lariani dhe Golamreza Soleimani, të vrarë së fundmi, ndërsa theksoi bashkëpunimin e ngushtë me SBA-n. Ajo që po bëjnë presidenti dhe forcat amerikane është e pabesueshme. Ne jemi krenar që qëndrojmë krah për krah me ta dhe po heqim qafe këta që synojnë armë bërthamore dhe mund t'i përdorin kundër qyteteve amerikane. Ata nuk do t'a bëjnë këtë, ne do t'i zhdukim nga faqa e dheut, tha ai. Video e re vjen pas përhapjes së teorive konspirative në rrjetet sociale, të cilat Netanyahu i mohoi me humor dhe vendosmëri.